Avioni me 200 pasagjerë në bord mbetet 10 minuta pa pilot. Një incident i rënd ndodhi në një fluturim të Lufthansës në shkurt kur bashkpiloti i avionit Airbus A321 humbi ndjenjat teksa ishte vetëm në kabinën e pilotit, duke bërë që fluturimi të mbetej pa një pilot aktiv për rreth 10 minuta. Sipas raportit përfundimtar të autoriteteve spanjolle të publikuar të njëjtën, Airbus A321 po operonte në linjën Frankfurt-Sevilla me mbi 200 pasagjerë në bord. Incidenti ndodhi kur avioni kishte hyrë në hapësirën ajrore spanjolle dhe ishte afërsisht 30 minuta larg destinacionit të tij. Kapiteni doli përkohësisht nga kabina e pilotit për arsye personale, pasi kishte përcaktuar se bashkëpiloti ishte në gjendje të mirë. Kur u kthye në 8 minuta më vonë, e gjeti derën e kabinës të mbyllur dhe bashkëpilotin pa ndjenja. Ai u përpoq të fuste fjalkalimin PCR, ndërsa një asistent e fluturimi u përpoq të komunikonte nëpërmjet interfonit, por pa sukses. Në fund, mekanizmi i aksesit emergjent u aktivizua dhe pak para se të skadonte kohmatësi përkatës, bashkpiloti rifitoi pjesërisht vetdijen dhe hapi derën. Sipas raportit, bashkpiloti 38 vjeçar ishte i zbehtë, i djersitur dhe kishte lëvizje të pazakonta.